fokusuam tek protesta, tek sfidat që ka opozita lidhur me të, çfarë do të ndodhi më tej dhe ardhmja e kësaj revolte qytetare e cila zgjat për të 38 ditë me radhë. Ndërkohë në pjesën e dytë do fokusohemi tek pjesa e një zhvillimi të rëndësishëm ku Shqipëria merr pjesë sot në samitin e NATO-s në Ankara në një moment kur vetë Aleanca po përballet me një nga debatet më të rëndësishme të vitit të fundit, siç është roli i Shteteve të Bashkuara në raport me Aleancën dhe paralajmërimeve të vazhdueshme nga Donald Trump. Për një vend si Shqipëria, që e ka sigurinë kombëtare të lidhur ngushtë me garancitë e NATO-s dhe prania amerikane në rajon, çdo diskutim për reduktimin e angazhimit ushtarak të Washingtonit shihet me një lloj vëmendje të veçantë. Në këtë klim, samiti pritet të jap sinjale jo vetëm për të ardhmen e Aleancës, por edhe për arkitekturën e sigurisë së Ballkanit. Ndërkohë zërat për anulimin e samitit të NATO-s në Shqipëri janë bërë për herë e më të zhurshme. Por sa e vërtet është kjo? Unë dua të marr mendimin e zotit Dritan Demira, i se takon gjitha këtyre zhvillimeve dhe për të kthyer në studio dhe për të vijuar edhe diskutimin me pjesën tjetër të të ftuarve. Samiti aktual i NATO-s në Ankara është një nga aktivitetet që konsiderohet më të rëndësishme të 50 vitet të fundit për shkak edhe të situatës gjeopolitike dhe përplasjeve kryesisht në 3 rajone. Pra konflikt në midis Ukrainës dhe Federatës Ruse, konfliktit SHBA-Izrael në Iran dhe implementimit fuqisë apo fuqizimit të 2 aktorëve kryesor, tashmë të kthyer në 3 aktorë kryesor në rajonin e Indo-Pacifikut, ku nga një anë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përqendrohen për të arritur prezencën, dhe nga ana tjetër kemi një aks revizionist që quhet në gjithë literaturën ndërkombëtare midis Kinës, Federatës Ruse, Koreas Veriut, drejt për drejt dhe Iranit indirekt. Është një samit i cili po zhvendoset nga faza e asaj që njihet si deterrence by presence, pra deterenca me prezencë, drejt deterencës së integruar, që do të thotë një dërgimi, krijimi i strukturave, i kapaciteteve operacionale në pjesën lindore të integruar në mënyrë tjetër. Nga ana tjetër, kemi disa analiza të rolit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i rolin dhe pozicionin e saj në arkitekturën aktuale të mbrojtjes kolektive të Bashkimit Evropian. Për shkak se për 7 dekada plus e gjithë arkitektura europiane ka qenë e përqendruar në dislokimin dhe implementimin e forcës së sistemeve ushtarake amerikane. Tashmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së pari u përballen me një konflikt dhe për herë të parë gjatë këtyre 8 dekadave i kërkuar në Bashkimin Evropian për ta mbështetur. Nuk e mbështeti në konfliktin me Iranin. Presidenti Donald Trump ka deklaruar që ajo që kemi ofruar deri më sot nuk do të jetë siç ka qenë. Dhe nga ana tjetër kemi një prezencë, një implementim të forcës, vazhdim të implementimit të forcës së Federatës Ruse, ku pavarësisht përfshirjes dhe mbështetjes së gjatë gjithë kohës administratës Biden dhe gjithë shteteve të Bashkimit Evropian plus vendeve të tjera, si Korea e Veriut, Japonia, por jo vetëm, nuk arritën të arrinin rezultatet e caktuara. Dhe nga ana tjetër, kemi vendin pritës, Turqinë, e cila çdo vit e më tepër, por në mënyrë të veçantë nga viti 2020 dhe në vitin 2026 ka kaluar përmes disa strukturave, ka kaluar përmes disa reformave të frikshme, në nivelin pozitiv, duke kaluar të gjitha pritshmëritë e vendeve europiane, dhe në këtë këndvështrim nuk ka më luksin Bashkimi Evropian nga njëra anë që ta injoroj rolin e fortë të fuqisë të forcat armatosore turke dhe të kompleksit industrial ushtarak, dhe nga ana tjetër ajo që tha sot gjatë takimit presidenti Trump, njerëzit ose shumica e vendeve akoma nuk e kuptojnë se çfarë fuqie ka roli Turqisë. Pra është një samit i cili ka një vlerë të jashtëzakonshme për mbështetjen e Ukrainës, për rritjen e fuqisë europiane, për shkak se struktura europiane
ose arkitektura europiane e sigurisë është e paaftë për të projektuar forcë dhe përrjedhoi për të kundërshtuar rreziqet e kërcënimet ndaj Federatës Ruse, por edhe në rajonin e Indo-Paqësorit, ku ka një interes të jashtëzakonshëm për ekonominë e Bashkimit Evropian dhe për sa i përket hapjes së ngushticës së Hormuzit, e cila edhe pse në 40 ditë konflikt, por dhe në disa sulme tjera pas saj, të dy superfuqive ushtarake nuk arritën që të siguronin hapjen e saj. Dhe përrjedhoi ajo që po ku më shumë si pasojë e mbylljes saj nga ana ekonomike është vetë Bashkimi Evropian. Kaq si fillim. Zoti Qafoku? Unë do thoshe që